Deputeti i Frontit Evropian Blerim Bexheti njoftoi fillimin e procedurës për sigurimin e nënshkrimeve të nevojshme parlamentare për inicimin e ndryshimeve kushtetuese. Ai kërkon nga të gjithë deputetët të mbështetet kjo iniciativë, pasi siç thon vendi jon ka humbur 2 vite të plota në procesin eurointegrues. Bexheti prej që propozimi për ndryshimin e kushtetutës mund të paraqitet edhe nga së paku 30 deputet. Prandaj, duke filluar nga sot, u bëjmë thirrje të gjithë deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si shumicës parlamentare, ashtu edhe të opozitës, përfshirë deputetët e Aleancës për Shqiptarët të zotit Taravari dhe zotit Sela, PDSH-s, deputetët e pavarur, si dhe përfaqësuesit e të gjitha partive politike që e shohin të ardhmen e vendit në Bashkimin Evropian, e sidomos deputetët e Vlenit, që të japin mbështetjen e tyre duke nënshkruar këtë iniciativë. Nga Vlen e kanë cilësuar si jo serioze iniciativën e këtillë, duke konsideruar atë më shumë parodi se sa propozim institucional që meriton trajtim serioz. Njëri nga liderët e Vlenit, Bilal Kasami, tha se kjo ide shërben për të mbajtur aktivistët e partisë brenda saj. BDI pati 20 vite për të promovuar ndryshime kushtetuese dhe për të avancuar të drejtat kolektive të shqiptarëve. Sot, kur BDI është para shpartallimit të saj përfundimtar, sepse veç më po e shohim dita ditës që antarët e koalicionit të AKI-s po largohen nga ky subjekt politik, për të mbajtur edhe më tutje shpresën antarëve të BDI-s, ajo po del me ide të mëdha. Ndryshe edhe Vlen edhe BDI janë pro ndryshimeve kushtetuese, por pa votat e VMRO-DPMN-se nuk arrihen 2/3.